është parin? Është e natyrshme në kuptimin e asaj qysh edhe rrjedha e proceseve në qytetin e Mitrovicës, mirë po edhe një angazhim i të gjithëve, angazhim edhe imja, edhe për qytetin, mirë po edhe për qytetarët, kështu që edhe në sytë e qytetarëve duhet pas parasysh mbështetjen e tyre, mirë po edhe vis-a-vis ambicjeve, qëllimit e angazhimit tim është normale dhe e arsyeshme. Dhe e keni kryetarin që është nga PDK-ja, zoti Bedri Hamza, i cili ndërkohë kandidoi edhe për kryeministër. Ne shohim gjithandej kryetar që synojnë të marrin edhe mandatet e tjera, por në këtë rast, në rastin tuaj, pra është e kundërta, ai një farë forme kalëshuar rrugë për ju që jeni edhe gjenerat më re, a shihni edhe ju në këtë mënyrë që ka hapur rrugën për ju? Konsideroj që edhe është hapje rrugës, mirë po për te hapjes të rrugës është një mbështetje që një lider i një gjenerate tjetër, jep një gjenerate tjetër, pra vazhdimisht ne kemi qenë krah me njëri tjetrin në gjitha projektet, në gjitha angazhimet dhe në gjithë procesin e punës. Jemi gëzuar bashkarisht një numër të madh të realizimit të projektave, gjithashtu kemi qenë bashkë edhe në sfidat të cilat i kemi posë gjatë qeverisjes dhe kemi tentuar e kemi qenë të fokusuar ta bëjmë më të mirën me qëllim që të performojmë e të japim shërbime sa më adekuate e cilësore për qytetin dhe qytetarët e Mitrovicës, po është shembull në kuptimin e promovimit një leadershipi se si duhet mbështetet një gjenerate e re, si duhet krijohet një gjenerate e re, jo vetëm mirë po kryetari Bedri Hamza i ka dhënë hapësirë e mbështetje të pakursyme, të pa rezervë një gjenerate të tërë, për shkak që pjesa dërmuese edhe drejtorëve, edhe drejtoreshave, mirë po edhe e asamblezëve në komunën e Mitrovicës që kanë qenë këtë qeverisi, janë gjenerate re, një gjenerat, një ekip që ka potencial, ka dije dhe ka mundësi me dhënë kontribut shumë të madh për qytetin e Mitrovicës, për vitet e tëra, mirë po për te qytetit Mitrovicës, padyshim që kanë potencial me dhënë kontribut edhe për shtetin e Kosovës. Ja po e zbuloj një detaj nga prapaskenat e emisionit që zakonisht nuk e bëj, pra unë kam thënë, kam folur edhe me zotin Hamza dhe kemi diskutuar që sot tjetë njëri prej jush në Rubikon. Dhe unë kam thënë për pasi ju jap ju, zotit Hamza, se keni qenë kandidat për kryeministër, kryetara aktual, dhe kemi ndoshta çka të flasim, ka thënë nëse po mendoni që të zgjedh ose unë ose Ariani, atëherë duhet të jetë Ariani. Kështu që në këtë rast ju ka hapur rrugë me vetdije të plot. Adriatik, ndaj meje ka qenë një mbështetje vazhdueshme dhe unë jam mirënjohës, mirë po për te mirënjohjes e falënderimit është krenaria imja që kam pas mundësinë e jetës të jem bashkëpunëtor e mek e kryetarit Bedri Hamza, kam rri me mësu shumë, edhe si duhet menaxhohet, edhe si duhet çoset institucioni, edhe si duhet jetë dëshira e vullneti për punë, për angazhim, për vend, për qytet, për shtetin, pra është një pjesë krenare edhe në kuptimin personal, mirë po liderat edhe personalitetet si Bedri Hamza janë të rrollë në skenën politike kosovare, pra e tregon me shembuj, me vepra konkrete, e në këtë rast është edhe ky aspekti im personal, jo veç personal, për shkak që edhe për ekipën edhe për gjithë trit e trejat e tjerë në qytetin e Mitrovicës. Si keni ndarë punët gjatë këtij mandati me zotin Hamza, çka keni pas ju përgjegjësime të mëdha? Kryetari është menaxher në kuptimin e asaj që i delegon përgjegjësitë, mbon përgjegjës për delegimin atyre përgjegjësive që e bën, është vizionar dhe është punëtor i madh, pra kem qenë edhe të deleguar, kem qenë edhe bashkëpunëtor, kem qenë edhe në projekte, edhe në punë, edhe në angazhime të përditshme bashkarisht dhe në kuptimin e komunikimit për ecurinë e projekteve, punëve e angazhimeve të tjera. Tash ju duke qenë nën kryetar dhe synoni të bëni kryetar, a keni zgjedhur se kush në një fitore eventuale tuaj kush do të ishte nën kryetari duke ditur se sa rëndësishme është si pozitë? Unë e di